një fuqi që sot e ka vendosi. Para se të kalit tek Matoshi, do të dëgjojmë një deklarat të kryeministit Albin Kurti, kryetarit të vetë vendosës, kryeministit të pritje. Albin Kurti dhënë këtu në Politico, ku kishte folur për media. Ndëgjojmë pak. Çfarë kam thënë për një televizion do duhet vlente për të gjithë. Unë kam bërë në mënyrë shumë të saktë të qartë dallimin dhe nuk kam nevojë që tash aty të fus të gjitha mediat sepse kjo nuk do të ishte e vërtetë. Por ka ndryshuar edhe gazetaria në Kosovë. Absolutisht ka ndryshuar gazetaria në gjithë botën. Absolutisht po. Pra, gazetari hulumtuese që hulumton të vërtetën e një lloj fakti objektiv ka gjithnjë më pak. Matoshi, a ka gjithnjë me pak gazetari që hulumton? Jo, ky nuk i lexon, se ka shumë thot gazetari opinione, thot unë i përcjell thot mediat. Edhe çdo na shoh opinione, nuk shoh. Jo, kjo debat këtu ka opinione, po le ti përcjell mediat më prestigjioze tona. Që ku e kemi këtu Kleshnikun, që ku e kemi Fatonin, mujme na tregu me shembull që në media në Kosovë ka hulumtime. Po zoti Kurti nuk i lexon ato, sepse nuk i konvenojnë, nuk i thojnë kur gjë. Zoti Kurti don me na kallëzu, don jo me fol me neve. Zoti Kurti don me fol me elektoratin e tij. Me on çojë që ta njerëz që po më shohin mua, këta janë Serbisë. Dhe fatkeqësisht qytetari i Kosovës, brenda dhe jashtë të dhëut, i ka besu. Sepse ndiqo çka ndodh. Sot del një fotografi që qarkullon në internet, Albin Kurti me organizatën e tij kanë me një mbishkrim në majic serbisht. Qytetari shtetasja, nuk e di, a është Graxhanin, a është nuk arrit ata të identifikojnë, mund të jetë fake. Po, jo, nuk është fake. Nuk është fake, ka fotografi e sakt, po... Nga vurimet e mia të pavara nuk arrit ata. Jo, ndiqo, Albin. Dhe tash krejt publikot, çka ka lidhje, ban... S'ka lidhje, se këtu është liria e shprehjes, komuniteti serb është kushtetues, gjuma serbe kategori kushtetuese, me thonë, me veshun edhe ti, zoti Ahmeti, një majisht e tillë, na nesër dalum nga mediat sociale që i kontrollon, partia në pushtet dalum me shajkaçe. Dhe na tallin 1 milion shqiptarë. Na thojnë njerëz servis, njerëz fuqiqit, njerëz që i promovojnë narrativat serbe në Kosovë. Tash, problemi është, a është problemi të propaganda e qeverisë dhe vetëvendosjes, a është problemi të propaganda jonë? Sa larg shkon propaganda e qeverisë, që ky njeri që sapo foli, zoti kryeministri në detyrë, domethënë që i thot Kushtim Sadikut, ku i thot, a janë mediat të Serbisë, thot, jo, nuk janë. Nuk janë Serbisë. Po i njëjti njeri, shumë ma herët, një media, tha Fatoni ma herët, ka dash me byll me vendim gjykate. Qeveria, jo gjykate. Qeveria. Do më thonë, një tjetër eksponent i nolti pushteti ka qujt Langareca, një tjetër i ka qujt organizat kriminale, një tjetër ashtu, tash të shumë. Kush o duhet me konë? Nuk e ma anë tendencën për ta mbyllur